Tashmë ju kemi treguar në fillim të emisionit tash shikues se sot në studio do të zhvillojmë bisedë me artistin Vjetore, i cili sapo ka publikuar edhe video projektin më të ri të titulluar Fajsam. E unë ju ftoj që pikrisht të këngë ta dëgjojmë së bashku dhe ta shohim këtë klip në disa sekuenca për të rikthyer më pas në studio me bisedën. Vjeni nati që s'monësh ti me kollat të për mu Fortis gati prej gabime fëtmija halas jam su Gjelozan po se pranan ka me dim kur shem me tjetër kanë s'po manin vazhdo të tiru telefon nuk ta qili mo, nuk ta qili kur ja Gjelozan po se pranan Fajsam, lemi fojet besam kemi rapi shman kuptam që sunën zafen sant Libi over për kitashin me tjetër kanë Fajsam, lemi fojet besam kemi rapi shman kuptam që sunën zafen sant Libi over për kitashin me tjetër kanë Qa po pregësh Kishe qef me loti she janë trup Pse po djegësh E kuptove që si ti për fund Me mujtë si len Me mujtë ta vazhdojnë me Sa ty ku gjilë ma mirë Mosu mulla me mre Fojet, besam, kemi rapi shman kuptam Që sunën zafen sant, libi over për kitashin me tjetër kanë Fajsam, lemi fojet, besam, kemi rapi shman kuptam Që sunën zafen sant, libi over për kitashin me tjetër kanë Kemi dëgjuar pra Fajsam nga Vjetore dhe si që ju paralajmërova Vjetoren e kemi në studio, por nuk është i vetëm, e kemi këtu bashk edhe me Ronin që e shoqëron në kitar, përshëndetje, mirë se erdhët në Ekspres. Përshëndetje. Atëherë Vjetor, kënaqësi që të kemi sërish në Ekspres, edhe po du me të uru për këngën e re Fajsam, me të vërtet shumë të ka sjell pak ma ndryshe, pak ma të freskët, po më duket mua. Shumë falenderit, po, definitivisht është një rrugë të miri që e ku marrë në karrierën teme, kështu që besoj u pa edhe në klip. Deri tash, a ke pranu ndonjë koment ose ndonjë vlerësim që ta ka jep qoftë publiku mesht apo të afërmit e tu, edhe çka po të lanë më shumë përshtypje, çka kanë kapë nga ky projekt? Komentit e shumë të mira, njerëzve i pëlqen që kjo rrugtim i ri që ka marrë, unë që ka marrë si Vjetor, këto këngë të reja, një vibe të ri, se më shumë ma ndryshe sa në tjera. Diçka që po mbet shumë është çka ideja që po mvesin a është AI, konga, spoti, a është krejt, unë pja bëj atë zgjedhën e vetë, dhe më thonë, me lanë që të farë konspiracionin që me ditë a është a nuk është, po unë ju kësha thonë veç shia në klipin, shia në muzikën, se për që ta e këmë bo. Bile dhe mu ma le kështu, pikë pyetje, nuk më ktheve përgjigjet plot dhe unë s'jo mësumës me marë përgjigjet plot. Megjithatë unë të urova edhe për videoklipin, sepse edhe pse duket ndoshta i thjesht në pamje të parë, ka ato elementet që përshtaten shumë mirë me atë që po këndoje. Na trego pak më shumë rreth idesë së këngës, që sa kohë e ke punu këtë këngë? Këngën e kom punu në Vjetor, ka fundin nëntori fillimi Vjetorit e kom bo në studio, pastaj i erdhë koha, për të më dhe pak, edhe ma në fund i erdhë koha që na me lansu, edhe është projekti jam i parë, këtë rrugtimin e ri që e ku marrë, si solo artist është projekti jam i parë. E që shpondjesht është që e ke ndërmarrë një hap jo shumë të letë, sepse kur mësosh me përformu gjithmonë me band, se që ta japin ata një mbështetje kështu pak, do shta është, mos ta them rrezikem, po megjithatë sjell emocione kur je vetë. Sjell emocione, po me thonë që shumë ma letë. Nuk i di, se kur je me band, është gjithmonë ajo ideja që i ki edhe disa njerëz i tjerë që do është më merë me ta gjithmonë, dohet mi marrë ideja për i ty në sene, kështu që për mu, unë më kanë gjithëm një ma shlirë, më kanë vetë vetja dhe
Bendin e kom pas gjithë për zamun, halo vazhdoj me pas band, halo vazhdoj, po tash jam si solo artist me bendin tem. Ma arritim kanë bashkë me bendin, kena bu muzikë bashkë e krejt, po e kom marrë qatë vendim edhe menoj që është një vendim shumë i mirë edhe mëse që veshë vetëm fillime është kësan. Atër për nësë me lonë Roni, veç me najtë, po du m'ja bu një pytje që shpeshe tash vjetorin si solo artist. Bashkë qatë sanë, kështë të menu sa u përgjegjë kësë vjetori e ka pas një zhvillim të karrierës muzikore, unë po flasë në aspektin muzikor, se me vjetorin më konë gjithë muzikant, jena konë band, këna bo muzikë, e ka pas një zhvillim interesant, që ka shku për një zhonër me një zhonër, ama një sen që e ka bo, që unë nuk isho shpesh artistë atjerë të e bo, është që e ka gjetë vetën muzikën që e bën për mes audiencës vetë. Adin nuk e kam shef, sa artistat kanë tendencë me konsolidu njëherë atë zhonën që përdojnë me bo, mas ne me dojnë publik. Më pëlqenë që e jep një farë transparencë edhe vetë muzikës edhe e bën, unë për veti, kur për shamu nuk e mërzit, kur ka thonë përdu me vazhdu solo artist, shumë mirë, adhe një uroj këtë sukseset, i kom thonë sa ardë vynë, dikush për gitare, për bas, për çka do qoftë, jam këto. Po e vërtetar ma në fund, po e vërtetar. Vjetori ka punu shumë menqëm, se pavarësisht faktit që po punon më shumë për me, si ta thejme, me vërtetu vetën si solo artist, a i me gjitha të nuk i len prapa bashkëpunëtorët, po vazhdo me bo muzikë me bend edhe kjo gjë shumë e bukur. Një gjë që mund ta them lirisht, që nga suksesi që ke pas duke fituar vendin e parë në festivalin e këngës në RTK në edicionin e dytë, nëse nuk gabohem, ajo që kam vënë në rreth e ti është se ke një sinceritet si në paraqitjet e tua përmes muzikës, njësoj edhe në intervista dhe gjithçka. Dhe po lidhet pak edhe me ato që e tha Ronin se do thot je vetvetja, je original, nuk friksohesh me u tregu 100% kështu para publikut, dhe ndoshta kjo është edhe një qelsi suksesit të ndamenton edhe. Qaj menoj është definitivisht, adin është ajo ideja që nëse unë jam artist e kom menu dhe ma herët kërja kom fillu këtë qanë është une kam qef më konë artist, kam qef më konë nesër mas nesër figur publike, a bedin edhe më njof njerëzit, edhe une nuk e kam problem që atëse. Normal që kësha pas që më konë vedetja, sa asë nuk du me ma dikën qafë, më thanja ti s'ka kështë ashtu që shenë në realitet ose jo, po është shumë ide e mirë. Une që ata dhe menoj që këtë sukses që më ka pru mu ku jam sot këto, është kjo vedetja. Kom pas që gjithë më konë original, edhe muzikën që e bëj, dhe më thonë ndjeshmëri se komentet më të mira që i marrën në herë është kur e ngon dikush këngën temë dhe thotë, domethënë edhe ti këshën ndjesh ashtu si këshën ndjone. E për mua, që ajo si artist është një dhuratë shumë e mirë, sidomos ku një shok, një njeri që nuk e njeh ti vjen të thotë apo den që hej muzika jote ka shumë e mirë dhe po më pëlqen që pas nuk ndjeh njëjtën sen edhe faleminderit që e ke qitë me një këngë. Po a është më lehtë apo më vështirë me qenë gjithmonë kaq i zhveshur prej emocioneve në çdo performancë, sepse edhe ato këngë që ndoshta nuk kanë dalë si këngë të plota, apo disa klipet shkurtra që ti qet duke performuar kitar në Instagram, gjithmonë performon me një emocion pak më të madh se sa artistat zakonisht që e bëjnë. Unë e ndjej muzikën. Që ata dhe nuk më dash me lana as bendin anash, për shkak që live-at, se unë klasifikoj vetën një artist që më me kënu live. Aten, për ndryshe me plot artista tjerë, po unë këndoj live dhe nuk e harrej live-in. Adin, ndjesia e live-it edhe ndjesia në studio është shumë ndryshe. Dhe më thonë, kur dajnë live, kam instrumentet aty, kam eshe publika dhe edhe energjinë e publikës që në të edash kongën e sene është diçka shumë ma e mirë se sa kur ullësh me një koti, adin me një studio ullësh edhe shkruun edhe veç kënëm me sa të sen. Që ata nështë performancët e mija gjithmonë, së të mos live-at janë me ndjeshmëri se i ndjej për në me, që ato që e fam e ndjej për në me. Shumë e mirë kjo, po për para se të shkëputemi për me performu ju këngën Fajson kështu live, si që edhe i premtuan publikut tonë, po du me ta bu një pyetje, sepse po besoj që me këtë rrugtimin e ri, ke ndru edhe bashkëpunëtorën, ndoshta edhe si hapsin për me i falenderu. Kush janë bashkëpunëtor prapa teje tani? Kam shumë bashkëpunëtor, po në njëri që kisha pas shef shumë e falenderu është Erion Hasani, është një djallë shumë i mirë, është një djallë që më ka besu këtë idejen, unë e gjithë i thëmë atë idejen e budalme që e kam une, është një njëri që gjdo ditë, gjdo natë punon non-stop për na me mri edhe me ma ep mu hapsiren edhe nashta me më realizu mu qatë andrën që puto me mri une. Edhe ajo andrë është pa kufi, po jam shumë falenderus për Erionin i cili gjithmonë munohet edhe gjdo ditë u mon shumë fort, edhe u mon edhe qatë energjin që e kena me një tjetrin është
shumë super. Atëherë me qëtë energji, po vazhdojnë me performancën tuaj, lirisht. Hajde. Hajde. Vjeni noti që s'mon ishte me kona ty për mu Furt e zgati Pregabim në fëmija hala si mësu Gjelozon po se pranon ka më dim kur unë shë me ti Tërkon s'ku ma një vazhë të thirëm telefon Nuk ka qeli ma po nuk ka qeli kura Po gjelozon po se pranon Fajsam nemi fajet Besam tu një rapish ma në kuptam Sunëm zapen sa Dybi avar po të tashin dhe ti tërkan Fajsam nemi fajet Besam kimi rapish ma në kuptam Sunëm zapen sa Dybi avar po të tashin dhe ti tërkan Po qa po prekësh Kishe qep me lon t'i janë trup Pse po dikësh Me mujt pi aulen Me mujt a vazhdan me ca ty ku gjen ma mirë Mësu muna më mrej fajet Besam kimi rapish ma në kuptam Sunëm zafen sa Dybi avar po t'i tashin me ti tërkan Fajsam lemi fajet Besam kimi rapish ma në kuptam Sunëm zafen sa Dybi avar po t'i tashin me ti tërkan Fantastike, bravo. Falinderit shumë që na dhatë këtë emocion drejt për drejt këtu në studio. Edhe po du pak me u lidh me, po qëndrojmë prap të ky rrugtimi i Risi Solo Artist. Në trego, si do duket tashmë ky rrugtim? Çfarë plane ki, çfarë krijimet presin tutje? Plane kemi shumë të mëdha. Ma në fund edhe pe potencoj, po ma në fund jam prej gjatat karierën që kom pas, jam shumë shlirë në qatat që po du me bo dhe jam shumë konfident. Aten e di qa po du tash, sidomos me karierë, me muzikë, me sanë, muzikë na presin shumë. Verën e kemi të musht me muzika, to i prit me lansu, kemi përfundu, kemi rrëth 15 këngë që kemi përfundu, tash veç po presëm me lansu. Festivalet, jam mi hapur për festivale, po ashtu kemi edhe disa festivale që veç jemi pranu edhe jemi gati për verës. Dhe më thonë, ja kam mënu me po dhjetorin gjithë kaja, se në gjejë që kena po me diqka. Po edhe bashkëpunime kemi po ashtu, po edhe potencoj që jemi hapur në për bashkëpunime edhe me artista tjerë, me Nxespres, me thonë me përfumuj me një artist tjetër, me bu një kong edhe me shkrina njëni tjetërin në qatë aspekt, kështu që jam i hapën për gjithë shka. Po cili është zhanri, cila është muzika që të flemë shumë në stil, në za? Qysh përshe as vetë s'pendi. Qysh përshe jam shumë gjithë ka, jo, për mu muzika pop o konë gjithë. Rockun kërë e kom bo për qef, e kom bo për fun, edhe kom bo dhe me Ronin në atë kohë, plus kom bo dhe muzika anglisht, po tash, më në fund e gjeta ku po më flenë mu edhe ajo është muzika pop shqip, cilën është këgja zhanër interesant këtu të na dhe jo shumë artista e bojnë, kështu që jam i hapun qatë aspekt edhe me Nxespres me pru diçka të re, që me këthy prapë të qaj originaliteti jam, menoj që e bjen këtë sen edhe pesho që edhe në publik po ka shumë sukses. Kështu që une muzikën e bëj për veti, po sa e bëj për veti e bëj edhe për publik. Unë kam qef që edhe publika, se kur vinë më mpa ata, kam qef më arë më mpa mu se e pëlqenjë muzikën, jo për shkak që unë e bëj diçka dhe veç më kanë shoshni edhe vinë. Kështu që po me isëm të popin e po që dalë të lava nuk e dijet është. Se jo, nëse e bën me kualitet të mirë, do të mi provu për zhanë. Mra për shtypje që the me rock, kur ke bo muzikë, e përmende Ronin, po ndërlidhëm këtu sepse vjetëve të fundit nuk është që është të zhduk muzika rock, bëhet shumë, po ata artista që janë vërtet shumë të mirë. Shtu edhe të pak të një komenton publiku. Rana e ndonë të njëtin mendim edhe a duhemi mos me braktis rockën. Po, unë ndoj mendimin, unë për veti jam rocker dhe në fund
tjetës, gjithë kom ngu rock, vazhdoj me ngu, ka edhe faza që nështë të ndroj zhonërin, po prapë këthejnë atë rocku dikur, her do kur do. Unë e menoj një mendim që e kam është që ma përpara, po flasë para se me lindune, ka pas muzikë rock shumë atë mirë, ka pas bende shumë atë mirë atë rockut në Kosovë, tash nuk ka shumë, po ata që janë e kanë majtë qatë standard. Edhe janë për një menë shumë talentuar, janë shumë të mirë, po besoj që duhet me pas ma shumë angazhim sa i përket me organizu eventet rockut, me bo një komunitet të rockerave që me gjithë ajo ekziston, po nuk është që e ka atë identitetin, atë me thonë, o rockerat mbledhen qëto, se shkojnë ngojnë muzikë qëto. Po muzika është shumë e bukur, muzika rock është. Mendoj që e mira do kishte qenë që edhe festivalin ndoshta, sepse ne kemi shumë festivalet muzikës në vendin to, po që kryesisht fokusin e kanë te muzika pop ose muzika zbavice. Mos të bojnë kategorizim. Edhe rocku me qenë pjesë, për shembull festivalit si Sunny Hill ose ajo ose kë, edhe kështu ndoshta do t'i shërbente shumë mirë. Me bo ma publike, me bo ma të madhe, po pa i thona me atë mendim. Ma mirë i shko një bojmë thirrje, kretë kush organizojnë festivalin me marrë dhe rockera. Ja, po kjo intervjist letë shërbem për me bo thirrje kështu. Po knaqëm do thirrje. Po bre. Mirë, më intereson një gjë ta di sepse nga disa postime që i pash në Instagram, një vend ke thënë se krijimet e reja, të cilat do të vinë tutje, do të jenë një reflektim i drejt për drejt i zemrës tënde. Pse ndjevet nevojshme me tregu këtë gjë, me bo këtë ndryshe? Me qatë frazë e lidhën me atë aspektin që kur bënë diçka të zemrës, unë që dhe publiku kapët shumë malet me qatë senë. Aden unë gjithë muzikën që e këmë bo, për në me e këmë bo me shpirt senet që mu më ka ndodhë personalisht. Aden hala ende nuk më ka ndodhë me bo muzikë nëse këmë një diku një historie, që diçka zakonisht që do që këmë përjetu une, qëto vjetë e mija që e këmë bo tash, zakonisht që ti këmë shkru, edhe menoj që me qatë aspekt e mri shumë qatë intimitetin me edhe audiencës, a bedin që mujnë mu lidhë shumë me mu edhe që e cika dhe ma herët kur vjen një persona dhe të thot adin që hej muzika jote më pëlqen shumë për shkak që je qikaq intim dhe i ki qikaq qëto tekste i ki shumë për zemën dhe dëgjush me prej vena dhe kësi sana për pëtën që i kena marak në shqiptarë me vujt të në kohën unë jem kështu shumë të pozitiv po pse vujnë për muzikë Unë me gjithë me kalimin e kohës. Ndështë në jetën e përpar me ke qenë. Ja, që po di në nashtë të kohë dhe në nga dashuria. Ka disa që besojnë ashtu, po jo të mos dëshmëresht. Mirë është mirë nga një herë kur me ndonë me sjellë emocionet më të mira, edhe nostalgjinë, edhe kujtimet, edhe dhimbjet, besa, edhe vujtjet, edhe gjithë shka tjetër, gjitha janë emocionet forta dhe shumë të bukura me i përjetu publiko. Tregon djetor sa është vështirë me u marrë me muzikën tregun tonë sa aktualisht si që është tregu? është shumë vështirë, po në sen që e këmë su si vjetë, është lidhjet. Nëse nuk i lidhje, po në me sa do që i artist i mirë, mund është më kanë artisti ma i mirë më botë, po në lidhë me Kosovë, po nëse nuk i ki lidhjet, dhe nëse nuk i ki njerëzi që punojnë, a vëdhen edhe njerëzi që i ki ofër vete, që dojnë me punu me ty edhe me shku dikon nalë, është shumë vështirë. Që ata se si vjetë e këmë po qatë sen që unë këmë posë dhe ma herët sene, po pali dhe shumë vështirë. Po tash, këmë morë një menager, këmë morë një dost, për në gjitha e këmë morë një dost shumë të mirë, cilin aj me gjitha munimet e veta, me gjitha sene që i ka aj veta për munohet me bu këtë sen. Po, i sugjeroj këtë artistat që mos me give up, mos me heq dorë, po pa lidhje nuk e sen. Që, po, kur i kishe lidhje të furta dhe njerëzit e mirë, që janë gjithmonë aty prana dhe me të nimu ty, atëherë besoj që mund është keq ato ondra që i kiti të realizohen shumë shpejt. Krej këto që i the janë mesazhe shumë reale, kështu që është mirë me i cek her pasere që të rinë që i futën muzikës, mos zhgënjehen pastaj me hapat e parë. Nuk është ashtë letë. Unë e bëj muzikën që sa, e mojë menë në prit fillorës, kur kom bëj muzikë ma herët, po sidomos edhe tash e kom marrë ma shumë seriozitet, unë gjithë e kom marrë muzikën me seriozitet, po vike një kohë ku as vetë nuk me pritë që, okej, do më thonë tash po të njohin njerëzit, po të shohin njerëzit, po presin njerëzit viteje, do më thonë të buhet ta mon punë. Adin edhe jam shumë e fatë që tash e kam punë këtë sen. Edhe unë e me nëzis me pas punë muzikën, po punë me është mos me heqë dorë që ka sletë se nuk ja vlenë. Abedin se si këtu, si ja, si gjithë konë do shme vërtetu vetën.
Kur ta vërtetën vetën e shohin edhe njerëzit dhe dikur të pranojnë, s'kanë qara pa të pranu dikur. Apëdin, që sa ma shumë knashnu. Apëdin, unë e bëj me qef, gjithmonë kam me vazhdu me bëj me qef, edhe qaj energji, qaj pozitivitet që unë e jepi në ashta, edhe mundon edhe gjithmonë dhe me inspiru. Në ashta në tjertë, artistat të ri, nëse më shohin për shembull në fer interviste, ose në sen, e bëj këtë sen që sa, edhe me nëzis pres. Halo vazhdoj me bo. Halo nuk e kum heq dorë, edhe se besej për pas nëse ndodh në sen, po unë jam këtu për me nejt deri sa të mdelin lyra. Dhe sa shmoj mo. Dhe sa të hupë zëri, dhe që uroj mos ndodhë. Me që përmende inspirimi, më interesan me ditë kush është inspirimi, do thot qoftë person, apo gjë, apo qëfar të inspiron në përgjithësi, se ka njëherë edhe momentet e jetës mundër me të inspiru muzikë. Zakonisht jeta më ka inspiru shumë, edhe më ka bo qitë njërit furë që jam sot. Adhe në cena që e kom përjetu ma herët, prej fëminis, edhe hekat e mija që i kom pas, më kam bo këj person që jam tash sot. Adhe edhe pa, ka erë, abëden gjithmonë është ta një e shketë që sene, po pa që ato gjari që më ka ndodhë më herë, nuk isha konë që kjo, nuk isha konë që ka që pozitiv, isha konë që ka që i forë si persona, nuk isha konë që ka që indjeshëm, nështë, abëden edhe, po për ndryshe, për me më inspiru këtë, gjithë ka, abëden muzika është diçka që më të me inspiru gjithë kush, unë gjithmonë, më pas shef muzika anglisht, gjithmonë jem lidh me Amerikanët ma shumë, po ta shefim me të Kosovës, abëden më ka ra shumë me nejt me artistat rritë Kosovës, me nejt me artistat tjertë Kosovës që janë për estradë, adene me ma kanë shtjeta ta në qef edhe muzikën tonë edhe është diçka shumë e mirë. Mirë, ti tregove që ke disa këngë që tashmë i ke incizu, që do të thot 2026 atë pret edhe me shumë projekte të tjera, apo jo? Mirë, unë po e të uroj shumë suksese, uroj që gjithë shka kam ju shku mbar, si pas planeve tuja, sigurisht se tani e tutje derën e koavizionit e keni të hapur për të ardhme i promovu këto projekte, pse jo dhe me antarët e tjerë të bentit. Roni, faleminderit shumë edhe ty, me që nuk në ra shumë me bisedu, po që pres tjetër herë për një intervjist më të gjatë. E në fund, do të na interpretojnë një këngë? Po, do të interpretojnë një këngë 3, që në hala nuk e kemi lansu, që cëla titullohet Titullohet, përse? Eja. Këto kemi me lansu shumë shpejt, që që kur të që i gati rën, Buena Melis. Ha, do të gjojnë bashkë. Tanë le aromën prej larg, e di që jepi flutrat mu banën në park. Kur të moj nga të vetit, s'du me i po qikat të tjera, syti kanë veç shteti, pjon dil me ka qurela, zemrën ma këputi, ta du konfidencën, dreqe atmosferën, u ka dhe diskoteken qashtu qysh ki qep, po ta fali vonesën, po mësë më fal dhe lesër, shto ma ti kureshtën qashtu qysh ti, eja son dhe s'kon vjenja, kna që u bëhu vetë vetja, son dhe jem ka frylera, eja son dhe s'kon vjenja, kna që u bëhu vetë vetja, son dhe jem ka frylera, s'kon fjall me t'than, me krejt, që s'du me ty, ndryshet kon thon, hapëm shelim, njën i syt, premtova mbyllje, veç një nat me ty, e po t'i shla për shtypje kur gja, ke moment me yje, ti veç bëj shepytje, 5 milionat syje mos të prova. Son dhe son